Policia rrugore me dorë të hekur ndëshkime për përdoruesit të alkoolit. Policia rrugore e Dibrës vijon monitorimin intensiv me radar, makina inteligjente dhe dragerë në të gjithë akset e qarkut për të parandaluar ngjarjet rrugore me pasoja si dhe për të menaxhuar trafikun. Gjatë javës që lan pas efektivët rrugor kanë proceduar penalisht 4 shtetas për veprën penale, shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor, ndërsa janë dëshkuar administrativisht 562 drejtues mjetësh. 149 drejtues mjetësh janë dëshkuar për ndalim ose pushim të automjetit në kundërshtim me sinjalistikën rrugore, 87 drejtues mjetësh për parakalime të gabuara, 58 drejtues mjetësh për qarkullime shpejtësi mbi normat e lejuara, 10 drejtues motomjetësh për mosvendosje të kaskës mbrojtëse, 51 drejtues automjetësh për mosvendosjen e rripit të sigurimit, 5 drejtues mjetësh për drejtim të mjetit nën efektin e alkoolit dhe 202 drejtues mjetësh për shkelje të tjera të kodit rrugor. Policia rrugore e Dibrës do të vijojë të monitorojë të gjitha akset nacionale në të gjithë territorin e qarkut dhe u bën apel të gjithë drejtuesve të mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.